sfida përfundimtare, finale e Kupës së Botës e Volley Vajza, spektakli, Bonapres, Istoku e Sabatella, në reprezentim të Lapis, për të hapur mundën që qarë e Volley Vajza. Istoku përmban Sabatellës, suksesin e Jugosllavës.
Para los técnicos de los organismos, porque se evalúa la costa total para Përshëndetje shikues të nderuar, drejt për drejt jemi me pamjen në palestrën Bill Clinton në Ferizaj, ku për pak çaste duhet të fillojë finalja e madhe në kuadër të Kupës së Republikës së Kosovës në konkurrencën e vajzave ndërmjet Istogut dhe Samadregjës. Pritet një përballje jashtëzakonisht interesante për trofeun e dytë të çmuar në vendin ton, për të rrumbullaksuar ndoshta apo për të nisur një epokë të re të sukseseve në këtë edicion. Sikur se Samadregja, ashtu edhe Istogu po kërkojnë Kupën e Kosovës për ta nisur si uvertyr edhe më pas luftën në play-off për titullin e kampionit. Duhet njoftuar se Istogu dje kam poshtur skuadrën e Shqiponjës me rezultat 28-26, një përballje dukshëm e barasbeshuar se sa ajo ndërmjet Samadregjës, e cila mposhti Ferizajin me rezultat 32-29, dhe kështu kam bërë vend në finalet të Kupës në këtë përballje ku duhet tashmë t'i bëjnë llogaritme vete për ta rrëmbyer trofeun e dytë të çmuar në vendin ton atë të Kupës së Kosovës. Dy trajnerët, sikur se Faruk Shala, ashtu edhe trajneri në anën tjetër Besnik Maloku, kanë bërë përgatitjet e duhura tek skuadrat e tyre dhe tashmë vetëm mbetet të shihet se cila prej këtyre ekipeve do të triumfojë. Me njëherë nis Istogu me gol, realizon handbollistja me numër 11 braziliana Jasmin Costa Barbosa, është një nga lojtarët kryesorë të skuadra e trajnerit Faruk Shala. Shumë lojtarë të huaja si vjet tek skuadra e Istogut. 7 lejtare pa e përjashtuar këtu edhe ndimsën e zotrit Shala, Tinara Luna Golçalves, e cila po ashtu kishte një epokë të artë e Istogut. Pra aksioni i parë i Samadregjës nuk realizohet, mbron atje portierja e skuadrës së Istogut dhe gja mundësia, por mirë, po e pa se çfarë tentimi i gabuar nga angolezja Bruna Aldaviola. Nga një aksion i paralizuar të të dyja skuadrat, pra në start të këtij ballafaqimi në palestrën Bill Clinton, ndërsa nga ora 25 minuta, sa për t'ju kujtuar, do të kemi në transmetim të drejt për drejt edhe finale në konkurrencën e djemve ndërmjet Kastriotit dhe Besa Famgas. Barazohet rezultati, e pat një devijim i cili përfundoi në gol, edhe një tentim tjetër i pa suksesshëm nga
skuadra e Istogut, pra 2 aksione të humbura, tani portierja fantastike e skuadrës nga Istogu, e cila bëri detyrën e saj dhe do të kemi 7 metërshin e pare. Pa se si u dalë gjatë këtij deportimi brazilianja Jasmin Costa Barbosa, e cila është jashtëzakonisht e fuqishme. Nuk e realizon 7 metërshin e parë, mbron atje me plot sukses Albina Plana, portierja e reprezentacionit të Kosovës një herësh. Dhe po duket që Sama Drexha do ta ketë një motivim më të madh, edhe pse rezultati është edhe më tutje 1-1. 3 aksione të humbura të Istogut përfshirë edhe këtë 7 metërsh që nuk u realizuan. Ndoshta edhe lodhja e ka bërë të vetë në gjysmëfinale, por ky është formati i garës së kupave ku normalisht për sukses duhet fitore në këtë përballje. Ka shkelur vijen atje, u pa qartë Arona Krasniqi, dërsa me njëherë një aksion tjetër i humbur, portierja Hojem Nasrui nga Tunizi, e pa se sa me shpejtësi u mundua ta përfundoj këtë aksion. Pak për kraje më e madhe për skuadrën e Sama Drexhës në palestrën Bill Clinton. Mundësia tani për një gol tjetër dhe po normalisht realizon, e pat Aloja shumë shpejt depërtoi atje brazilianja tjetër Jasmin Souza Ferreira, që e realizon golin e parë në këtë përballje. Faul në sulm atje ka shkaktuar handballistja nga Kongo, Olikaka Joneid Balotinel. Sama Drexha tani më në një epërsi psikologjike, 5 aksione të një pas njëshme të Istogut të pa konkretizuara. Kjo mund të jetë sinjal që do ta kenë shumë më të vështirë përballë skuadrës Sama Drexhës, e cila gjithçka po organizon përmes kapitenës Tina Hetemi. Kjo që e ka topin, pra numër 44, kreatorja lojës së skuadrës së Istogut, ndryshe të Sama Drexhës, ndryshe Tina Hetemi është edhe reprezentuese e Kosovës. Loj pasive me gjas, po, edhe njëre ka shkel vijen atje, nuk e ka vretur Arona Krasniqi, hera 2 që i ndodh një gjë e tillë. Tani disa kombinime pak më të mira të skuadrës së Istogut, dalet atje në mbrojtje mjaft e mirë gjatë këtij deportimi Benjet Destin. Po kanë vështirësi handballistët e Istogut për ta gjetur rrugën drejt golit të dytë. Kanë lojtare me përvojë, me kualitet, por që deri këtu hasën në vështirësi, por ja që tani me njerë në anën tjetër, pas një diskutim, lojtarja me numër 20 Benjet Destin realizon golin e saj të parë. Benjet Destin që është nga Kongo barazohet të rezultati në 2-2 një përballje ku kanë kaluar 5 minuta e 50 sekonda. Gjithçka e barabartë në këtë start që po duket se do të sjell edhe finish dramatik, marr parasysh faktin se të dyja skuadrat po aplikojnë lojë të fortë, të ashpër dhe mjaft mirë njohin njëra tjetrën. Edhe një herë një faul në sulm atje, tani më mund të ketë efekt ky aksion i Istogut nëse konkretizohet, marr parasysh faktin që pati një periudhë për mbi 3 minuta gjysmë pa realizuar gol. Tani mundësia, por duket se nuk ka as ndërhyrje të paligjshme, vazhdon në kundërsulmi i shpejt i skuadrës së Sama Drexhës. Mbron atje portierja, por do të kemi 7 metër, duket se është penguar gjatë shkëputjes brazilianja Ferreira. Edhe tashmë mundësia që Tina Hetemi të realizoj 7 metërsh të parin. Skuadra e Istogut nuk e realizoj që kishte në dispozicion.
Tashmë radha është për skuadrën e Samadregjës për të parë se a do të jetë në gjendje që të krijojë sërish epërsi. Hetemi, po 7 metrësh Tina Hetemi, goli i saj i parë në këtë ndeshje. Sërish epërsi e Samadregjës 3-2, ndryshe Samadregja e ka përfunduar edhe kampionatin e si vjetmë në vendin e parë ka qenë skuadra pa asnjë barazim dhe disfat nga 16 ndeshje të gjitha fitore, ndërsa Istogu ka pasur start jo shumë të mirë, më pas e ka marrë vetën, është në play-off, por të shohim sa do të arrita rrëmbej edhe kupën. Tjetër mundësi, por sërish mbroni atje portierja e Istogu dhe tani mundësia për të barazuar rezultati, po normalisht 3-3 realizon golin e saj të dytë braziliania Jasmin Costa Barbosa, mirë po merit shumë të madhe këtu pati edhe portierja Hojem Nasrui nga Tunisi, e cila e pace si e mbrojti atë tentim dhe më pas me një top të sigurt me kundërsum të shpejt arritën të barazojnë rezultatin. Pra Samadregja ka përfunduar kampionatin në pozitën e parë, do t'jetë në play-off së bashku me Shqiponin, Istogun dhe Ferizajnë. Samadregja ka qenë bënd shumë skuadra më mirë e kampionatit të rregullt. Tani topi humbur, nuk është aksion që mund të konkretizohet, mundësi për një kundërsum tjetër dhe ja rasti për skuadrën e Istogut, por e pace çka humba atje ball për ball me portierjen Albina Plana, nuk arriti të realizojë, është për të çuditur atje Farida Vafki Mabruk. Është dashur ndoshta në një mënyrë tjetër të reagojë në atë pozitë ballore, por që ndodh edhe kjo. E pa sa bukur atje Albina Plana intervenoi në dallim me Samadregjën, pra Istogu ka përfunduar në pozitën e tretë kampionatin e rregullt me 12 fitore, asnjë barazim dhe 4 disfata, ndërsa tani realizon atje pa asnjë problem hembollistja nga Angola, Viol Alda Bruna, goli i saj parë e përsi për Istogun, tashmë e dyta në ndeshje pas asaj që ishte në start 1-0, pati një periudhë Samadregja kur kishte e përsitë një goli dhe tani më është skuadra e Istogut në avantazh dhe kjo mund të jetë një presion psikologjik, nëse mund të themi, për skuadrën e Samadregjës për ta kërkuar sa më shpejt barazimin. Tashmë kjo më së paku i duhej një top i humbur që normalisht i shkon përshtatjes skuadrës së Istogut, e cila nuk do të mbutë të shkojë në aksion më të zgjatur, më mirë të organizuar për ta krijuar epërsinë e parë në këtë ndeshje prej 2 golave. Ky është synimi momental dhe këtë normalisht e kërkon Faruk Shala me bashkëpunëtor. Edhe një herë tjetër nuk ka aksion të sigurt për skuadrën e Istogut, por në anën tjetër Samadregja tani dhe do të kemi 2 minutin e parë, po. Përjashtim 2 minuta për skuadrën për lojtaren e Kamerunit, Olli Kaka Zhojnit Baltoniel. Nuk ka karton të kuq, por vetëm 2 minuta përjashtim dhe do të kemi 7 metërshin e dytë në ndeshje për skuadrën e Samadregjës. Të parin e realizoi Tina Hetemi, të shohim të dytin. Nuk e realizon të 7 metërshin e dytë, mbro portierja fantastike e Istogut deri më tani, po e bën me ritëm të lartë ekipin në rezultat dhe 2 minutat e radhës skuadra e Istogut me një lojtare më pak në parket. Tashmë aplikohet loja pa portiere, normalisht duke tentuar të përfitojnë numerikisht në aspektin e fazës së sulmit. Duhet shumë më shpejt tani më Istogut të reagoj, por e pa se çfarë gabimi po bëjnë atje në momente decisive lojtarët e skuadrës së Istogut dhe normalisht to edhe mund t'i kushtojnë tashmë ndryshime në të dyja skuadrat. Do të aplikohet ndoshta mbrojtje zonale 1-1 për të tentuar që mos të i mundësuar Samadregjës të realizoj, pasi numerikisht ka një lojtare më shumë në parket, do t'i ketë edhe më pak se 1 minutë një epërsi të tillë. Ndërhyrje paliushme 9 metrësh pra, vazhdon aksionin skuadra Samadregjës.
tani kjo më së paku i duhej skuadrës së Samandrezës, nuk po arrin as ajo të tregoj kualitet në aspektin ofanziv. Po e shohim atje lojtaren me numër 99 Adelina Berisha, që është edhe kapiteni e skuadrës, po luan me gishtin e lidhur, e ka të lënduar, por edhe në atë mënyrë po tenton të sakrifikoj për të ndihmuar skuadrës drejt suksesit në finalet të Kupës së Republikës së Kosovës. E pat nga çfarë pozicioni mundua të shënoje, tani me uci për kundërsulm dhe normalisht Portas Brazët realizon pa asnjë problem atje dhe barazohet rezultati në 4-4, realizon Fatia Hajmer, handballistja nga Algjeria. Barazohet rezultati 4-4. Por barazohen tashmë edhe forcat në parket, tashmë është kompletuar edhe skuadra e Istogut. Ndryshe skuadra e Istogut është fituese në fuqi e Kupës së Republikës së Kosovës, sikurse që është edhe kampione në fuqi. Pra ka pasur vite të dominimit të saj, kartoni verdhë, u pa qartë aty për lojtaren me numër 19 Aulona Maloku. Istogu ka qenë ndër skuadrat më të mira të vendit viteve të fundit dhe e pam një gol fantastik atje i realizuar nga Benje Destin, i dyti i reprezentuesit së Kongos në këtë përballje. 5-4 sërish Istogu në epërsi. Nuk po dorëzohet skuadra e trajnerit Faruk Shala, edhe pse pati një periudhë të lojës jo dhe shumë efikase. Kjo lojë në një farë mënyrë i shkon për shtati i Istogut, pasi që duhet ndoshta Samandreza më shpejt të luaj, të aplikoj lojë më të shpejt, kombinime më të shpejta, tranzicion më të shpejt për ta rrëmbyer, nëse mund të themi, diktatin e lojës. E pa se çfarë tentimi, por kemi këtu 9 metrësh u pa qartë, u pengua gjatë këtij depërtimi në mënyrë jo të lejueshme atje. Lojë pasive dhe normalisht mbrojtje mjaft e mirë tani më nga skuadra e Istogut, e cila në këtë mënyrë tani po mundohet të vendos diktat në lojë. Ishte lojtarja më e mirë deri më tani tek skuadra nga Istogu, Jasmin Costa Barbosa, ajo që ndërpreu këtë aksion. Elsa Shala tashmë një tentim nga distanca, por lart mbi portë e ka prekur dikush topin. Tani mundësi për skuadrën e Istogut dhe po normalisht realizohet goli i pari në këtë ndeshje për Olli Kakan. Për herë të parë Istogu në 2 gola e përsi tani. Presioni më i madh te skuadra Samandrezës. Normalisht gati gjysma pjesës së parë tashmë veç ka kaluar. Ndërkohë drejt për drejt po keni mundësi ta ndiqni këtë transmetim në radio televizionin e Kosovës, sigurisht që keni pasur mundësi të ndiqni drejt për drejt edhe të shtunën brëma 2 gjysmëfinalet, atë në konkurrencën e vajzave ndërmjet Samandrezës dhe Ferizajtësi dhe në ndeshjen fantastike në konkurrencën e djemve ndërmjet Kastriotit dhe Rahovecit, që ka përfunduar me penalti. Edhe një mbrojtje fantastike tjetër, shumë e disponuar për lojë, po duket portierja nga Tunisi Hojem Nasrowi, e cila deri më tani ka 6 pritje të suksesshme. Ky gol ishte një projektil i vërtet, e pat e lan të shkëputet atje Amanda Jennifer Abreu Toledon, e cila e realizon golin e parë. 6-5 tani, shikoni çfarë shkputje, nuk u mbulua me kohë. Po kërkon trajneri Faruk Shala ndrim të pozicioneve për lojtarët në tentim për të organizuar një aksion më mirë të menduar dhe për të shfrytzuar ndoshta hapësirën.
shumë të shdërvjenta po duken handballistët e Istogut. Ja goli i dytë në ndeshje për Olli Kakan. Këtë e kërkon të trajneri Faruk Shala. E tani një top i gabuar, pasim Fatja Hajmer asesi sakte. Në anën tjetër gabim tjetër tek skuadra e Istogut. Nuk po dëshiron guti të madhe trajneri Faruk Shala. Normalisht e ka përsinë 2 golave, nuk ka pse të nguten. Megjithatë gabimet janë pjesë e lojës dhe këtë po e bëjnë në disa raste të handballistët e të dyja skuadrave. Ndryshe, Sama Drexha në dallim me Istogun që është skuadra e cila e ka shijuar në të kaluarën titullin e kampionit dhe Kupën e Republikës së Kosovës, skuadra nga fshati në Vushtri nuk e ka fituar asnjëherë Kupën. Tashmë kemi time out, ka kërkuar 1 minutë pushim trajneri i skuadrës Sama Drexhës Besnik Maloku. Isha duke thënë që Sama Drexha asnjëherë nuk e ka fituar Kupën e Republikës së Kosovës, edhe pse ishte në 2 finale në të shkuarën, ndërsa ka 2 tituj të kampionit, por në emrin e jo me Sama Drexha, por me Vicianët që kanë qenë edicionit 2005, 2006 dhe 2006-2007. Ndryshe skuadra Sama Drexhës mund të themi që është e themeluar në vitin 1974 dhe gjithmonë ka dhënë handballiste të dëshmuara në vendin tonë, dikur kanë qenë edhe reprezentuese të Kosovës, gjenerata të ndryshme. E nga ana tjetër, po ashtu Istogu skuadër dukshëm e re, por që ka impakt më të madh në aspektin e trofejeve. 5 herë kampion i Kosovës skuadra Istogut, duke filluar nga viti 2019, 22, 23, 24 dhe 25, ndërsa 6 herë ka fituar Kupën në vitin 2018, 19, 21, 22, 23 dhe 25. Të shojmë ka reflektuar handballistët e skuadrës së Sama Drexhës pas këtij minuti pushim, me edhe një top tjetër i humbur, shumë topa të humbura. Kjo nuk tolerohet, nëse mund të themi, në këtë ndeshje finale. E tani Istogu ka rast të artë për të shkuar në +3 gola. Nuk ju ngutet handballistëve të Istogut, normalisht e kanë e përsinë dhe dëshirojnë që ta përfundojnë këtë aksion si është më së miri. Olli Kaka ka qenë në element në disa aksione paraprake, tani më ka shkel vijën. Mundësi që Sama Drexha të zvogloje përsinë në 1 gol. Sëresh atje gabon. Është hera dytë, Jasmin Souza Ferreira që humb topin dhe kjo po i pamundëson skuadrës Sama Drexhës të arrijë rezultat më të favorshëm. Një tentim shkputje atje lart, por u bllokua nga mbrojtja e Istogut. Nuk i mundësuan Bruno Viol Aldas të realizojë. Edhe një aksion tjetër jo shumë mirë i menduar nga skuadra e trajnerit Faruk Shala, dhe ja tani mundësia, po realizon Erza Tafila, i goli saj i parë, 7-6, pati 3 tentime, 3 mundësi në fakt Istogu për të shkuar në +3 gola. Nuk i shfrytëzoi dhe tani më është normale që skuadra kundërshtare do të synoj të bëj më të mirën e mundshme. Tani një tjetër top i gabuar dhe mundësia për të barazuar rezultati. Shpejt nisën atje, por nuk ka gol. Sërish dështon Souza, brazilianja, që thënë realisht ka humbur disa topa dhe disa mundësi për të bërë më të mirën e mundshme në këtë përballje. Jashtëzakonisht e shpejt dhe përtueshme, por në finalizim nuk është që e ka koncentrimin më të madh. Hera 2 që i ndodhi për të dështuar ball për ball me portierën në një pozicion shumë të mire. Pa tani më hapat sipas gjyqtarëve. Ka gabuar Olli Kaka, mundësi tani për Sama Drexhën, një rasti tjetër dhe super gol tani.
Erza Tafilaj me 2 golat e saj tashmë edhe barazohet rezultati në 7-7 kur kanë kaluar 20 minuta lojë nga pjesa e parë e kësaj përballje finale në konkurrencën e vajzave. Nuk ka lojtare të lirë Elsa Shala dhe tani Olli Kaka sërish bllokohet, tani më duhet të kenë kujdes pasi që mund të jetë lojë pasive. Ja mundësia Elsa Shala shumë bukur atje, u shkëput dhe depërtoi për të realizuar për epërsinë e radhës të skuadrës Istogut, nuk po dorëzohet edhe pse arriti Samadrejda të barazoj dhe të shkrije përsin që e kishte prej 2 golave. E po se çfarë mbrojtje po luan atje, po aplikon nëse mund të themi Bruno Vjoll Alda ndaj handballistës që është zakonisht të rrezikshme Amanda Jennifer Abreu. Tina Hetemi kërkohet në këtë pozicion dhe pat tashmë do të kemi 7 metërshin e tretë për skuadrën e Samadrejës. U pa qartë gjatë depërtimit, Erza Tafilaj u pengua gjatë shkëputjes dhe tashmë 7 metërshi i tretë për skuadrën e Samadrejës do t'jetë në vijin e 7 metërshit Arona Krasniqi, e cila realizon 100% në vijin e 7 metërshit skuadra e Samadrejës. Tani më shkon pa portierë të luaj, trajneri Faruk Shala dëshiron të ketë mundësi më të mëdha numerikisht në aspektin e sulmit. Shkon pak them ky aksion dhe kjo mundësi për Istogun që ta riktheje përsinë. Tani më Samadrejja në mundësi për të krijuar e përsi. Kishte në 3 raste e përsi në fillim të kësaj pjese, por që më pas pati një krizë të lojës, disa topa të humbura, disa aksione të pa konkretizuara, të cilat edhe i kushtuan. E tani më në pozicion për të rikthyer e përsinë. E pa që çfarë goli realizon atje e pa ndalshme Amanda Jennifer Abreu, goli i dytë i saj në këtë ndeshje. Tashmë 9-8 për skuadrën e Samadrejës, kur kanë kaluar 23 minuta e 27 sekonda lojë. Nuk ka ndërhyra, po. Dalet paksa me vones loja. Dalet me vones pasi e pam se Adelina Berisha u pengua sipas gjyqtarëve gjatë shkëputjes. Edhe njëherë kapët për fanela atje lojtarja i Istogut dhe tani mundësia për një depërtim. Do të kemi 7 metër po. 2 minuta u pa qartë, 2 minuta përjashtohet lojtarja me numër 19 e Samadrejës, Aulona Maloku. E tani mundësia ardh për Istogun që të krijoj sërish e përsi, apo për të shfrytzuar e përsi numerike, për të rikthyer e përsinë e saj. Ja me njerë e shfrytzuar këtë për të barazuar rezultatin. Mjaft mirë u shkëput atje Benit Destin, goli saj i tretë. E në anën tjetër shumë e sigurt Arona Krasniqi me golin e saj të dytë rikthen e përsinë e Samadrejës, edhe pse me një lojtare më pak në fush realizojnë
vashat e skuadrës nga fshati në Vushtri. Tjetër skeme ngjashme kjo. E tani mundësia tjetër edhe normalisht që realizohet, shfrytëzohet në maksimum goli i tretë edhe për Jasmin Costa Barbosa. E ka prekur me këmbë topin, por nuk e referojnë gjyqtarët atë. Vazhdon aksioni, do t'jeti skuadrës së Samandrejës edhe 1 minutë. Skuadra Samandrejës e hendikepuar numerikisht në fushë për shkak të penalizimit me 2 minuta përjashtim. Po mundohet Krejti bëj vet atje në tentim për të gjetur hapësirën në Erzat Afilaj, 2 gola të realizuara. Mbrojtje jashtëzakonisht e fortë, nuk po i lejohet asnjë hapësirë, nëse mund të themi, kundërshtarëve në këtë aksion, të cilat edhe 18 sekonda janë me një handballiste më pak në parket. Ndoshta edhe duhet po lojë pasive, do të ketë rrezik, duhet përfunduar sa më shpejt kjo aksion dhe pace në çfarë mënyre realizon Victoria Oliver de Paula, goli i pari brazilianës, tha pra në 2 raste me një handballiste më pak në parket. Samandrejja shfrytëzon në maksimum aksionet e saj. Tani sërish në epërsi 11-10, kur kanë mbetur më pak se 4 minuta lojë deri në përfundim të kësaj pjesëloje. Mundësia tani për të barazuar dhe po realizon atje pa asnjë problem golin e parë Farida Mabruk. E shkon në pakthim ky top i Erzat Afilaj. Ndoshta rasti që i Stogu ta riktheje përsi në përfundim të kësaj pjesëloje. Po e shohim më pak se 3 minuta lojë. Ndoshta mundësi për të reflektuar të dyja skuadrat në këtë periudhë të lojës. Mbrojtje mjaft e mirë, tani nuk e lejon atje të depërtoj asesi Elsa Shalën Adriola Surdulli. Oli Kaka ka lëvizje të jashtëzakonshme dhe normalisht s'ka kush që dalë gjatë këtij depërtimi. Viol Alda Brunam që realizon golin e dytë. Rikthen Stogu e përsi 12-11. Po qarkullohet topi në kërkim të hapësirave të duhura. Tina Hentemi tani më pritet një shkëputje dhe normalisht fati ishte tashme me skuadrën e Stogut pasi tentimi ishte i jashtëzakonshëm nga Amanda Jennifer Abreu. Time out, 1 minutë pushim ka kërkuar trajneri Faruk Shala. Normalisht do të mundohet të shfrytëzojë në maksimum këto minuta të mbetura për ta ruajtur apo për ta thelluar e përsi 12-11 është rezultati momental për skuadrën e Stogut, e cila thënë të drejtën si vjet ka pasur telashe të jashtëzakonshme në start të këtij kampionati, madje edhe palestra e saj nuk është në funksion. Pjesën më të madhe të ndeshjeve i zhvillon në Pej apo edhe në palestra të tjera në komunën e Stogut për të dëshmuar se problemet kanë qenë pjesë e vazhdueshme. Megjithatë ka arritur trajneri Faruk Shala ta rri më këmbë ekipin dhe ta rikthej në vendin e dur për të futur në play-off dhe tashmë është edhe në finale të Kupës së Kosovës dhe madje ka një gol e përsi në prag të përfundimit të pjesës së parë. Ndoshta rasti ideal për skuadrën e Stogut që ta koleksionoj edhe kupën e 7, më falni, nga se 6 i ka të fituara. Një minutë gjysmë gati deri në përfundim të kësaj pjesëloje.
Tani një top i humbur, por dalë mundësi për një kundërsulm. Megjithatë rasti që Samadreza të barazoj dhe po e bën këtë pa asnjë problem. Arona Krasniqi e realizon golin e saj të tretë. Tani më kjo është normalisht, nëse i lejohet një hapësirë e tillë, atëherë dhe penalizohet. Bruno Aldaviol realizon golin e saj të tretë për ta rikthyer përsinë e skuadrës së Istokut 13-12 kur kemi hyrë në minutën e fundit të pjesës së parë. Edhe tani me një deportim, me një hap mashtrues fantastike ishte Amanda Jennifer, edhe ajo realizon golin e tretë për të barazuar shifrat dhe tani më pak se 30 sekonda lojë deri në përfundim të pjesës së parë, ndoshta rasti i fundit që skuadra e Istokut ta shfrytëzoi me aksion më të gjatur. Tani normalisht realizon atje pa asnjë problem pas këtyre kombinimeve të mira. Jasmin Costa Barbosa përfundon pjesa parë 14-13. Kjo pjesë e parë e cila definitivisht solli disa elemente pozitive, por edhe nëse mund të themi koncentrim jo të mirë të dyja skuadrave, pati disa aksione të humbura, topa të humbura dhe këto ishin ato që e karakterizuan pjesën e parë. Istoku në pjesën më të madhe ka qenë përfshirë së paku 1-2 gola. Gjithçka pritet të definohet në fraksionin e dytë, që normalisht mund të jetë edhe më pozitiv sa i përket skuadrave për të dëshmuar sa më shumë që mundën dhe për të rrëmbyer Kupën e Republikës së Kosovës. Ju mos u largoni nga Radio Televizioni i Kosovës, pas pushimit do të rikthehemi sërish me transmetimin e pjesës së dytë ndërmjet Istokut dhe Samadrezës.
si hariç kjo. E qëta? Po, e nuk shohë për hiqë në kështë të mitë pak. Oj, qik. Një kam kje po pi vjellime, me duhet me apqit ma shumë. Po pe ty që kom qit tavolinët shumë mirë, po ja që një unë e ike. Ma haver shpirtin. Në sot jetë iver me bashku du ma ka qina unë. Që qatë për me... Qysh, mësh me kom qëto, një qyshë. Ruje, më pjeki kishtë. Eta, shumë. Ase, Sa është ora? Jemi rikthyer me pamjen në palestrën në Bill Clinton në Ferizaj, ku për pak qaste duhet të fillojë edhe pjesa dytë e përballjes finale në konkurrencën e vajzave në kuadër të Kupës së Republikës së Kosovës në handball. Istogu dhe Samandregja zhvilluan në një pjesë të parë të baraspeshuar, nëse mund të themi 14-13 është rezultati momental për skuadrën e Istogut, që ndryshe është ekip kampion në fuqi dhe skuadrë fituese në fuqi e Kupës së Republikës së Kosovës, ndërsa Samandregja po mundohet që për herë të parë në histori ta fitoj trofeun e Kupës së Republikës së Kosovës dhe ta përbyll apo ta pasuroj një edicion dhe një vit të jashtëzakonshëm
Duhet thënë se Samandregja e ka përfunduar si lidere kampionatin e rregullt në elitën e vendit tonë nga 16 ndeshje, po as fitore, as një humbje dhe as një disfat, 32 pikë të duara, 617 gola të shënuara, 377 të pranuara. Ndërkohë Istogu ka përfunduar në vendin e tretë me 12 fitore dhe 4 disfata, 23 pikë, 521 gola të realizuara dhe 394 të pranuara. Ndryshe të dyja skuadrat janë takuar 2 herë në kuadër të kampionatit dhe në të dyja rastet Samandregja ka mposhtur Istogun. Fillimisht 30-20 me 1 nëntor të vitit 2025 dhe më pas 29-25 me 29 mars të këtij viti. Pra 2 fitore, por këtu është betejë për Kupën e Kosovës në finale, e këtu përvoja mund të themi është në anën e skuadrës së Istogut, pasi që Kupën e ka fituar 6 herë deri më tani, ndërsa titullin e kampionit e ka të fituar 5 herë. Pra janë suksese këto që bëjnë Istogun një nga ekipet më të suksesshme të vendit, ndërsa Samandregja asnjë kupë, ka 2 titull siç e kam përmendur edhe më parë në edicionin 2005-2006 dhe 2006-2007, por në emrin e skuadrës Vicianët ju kujtohet ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e suksesshme e skuadrës nga fshati në Vushtri. Për pak qaste pra duhet të filloj pjesa dytë dhe ja starton të shohim se cila nga skuadra do të ketë energji, forcë, nerva, kreativitet dhe gjithçka tjetër për të arritur tek trofeu i Kupës së Republikës së Kosovës. Samandregja është në aksionin e parë në këtë pjesëlojë. Pati vështirësitë e saj në fraksionin e parë në disa topa të humbura, disa aksione të pakonkretizuara, por edhe Istogu nuk është se nuk i pati të tilla probleme. Në një periudhë kishte 2 gola e përsi dhe nuk arriti asesi të shkputej në 3. Tani më shtylla alate e skuadrës Istogut, e pa çfarë mundësie ishte kjo pas kësaj shkëputje dhe tentimi nga Jasmin Souza Ferreira. Sa i përket efikasitetit, duhet thënë se Jasmin Barbosa Costa tek skuadra Istogut ishte më efikase me 4 gola, nga 3 kishin Bruno Aldaviol dhe Benje Destin, ndërsa tek skuadra e Samandregjës nga 3 gola Amanda Jennifer Abreu dhe Arona Krasniqi ishin më efikaset. Tani një ndërhyrje pa lijueshme, pra 9 metrësh që njihet në zhargonin e handbollit. Nuk pati depërtim të lehtë atje për Bruna Aldaviol, që ka qenë ndër lojtarët më efikase. Edhe një mbrojtje tjetër mjaft e fortë, tani më po aplikon mbrojtje më agresive skuadra e Samandregjës. Tani duhet më shpejt të përfundohet aksioni, është ngritur dora për lojë pasive. Olli Kaka, goli i saj i parë në këtë pjesëlojë, 2 kishte në pjesën e parë, 15-13 në limitet e kohës. Olli Kaka me një tentim të ullët dhe befasues gjeti cakun për të realizuar në këtë duel final që gjithsesi do të jetë një dëshirë e madhe nga të dyja për të rrëmbyer trofeun. Edhe një herë tash në mbrojtje më e fortë të skuadrës së Istogut, po e penalizojnë sa do pak lojën e Samandregjës. Pa se sa bukur atje, u mbulua lojtarja më rrezikshme Amanda Jennifer Abreu. Nuk duhet lejuar shkëputjet e saj, nga se e pam që sa herë që u shkëput nga distanca arriti të realizoj. Tash me mbrojtje diçka edhe më fortë. Edhe një herë, po zhvillan mbrojtje të fortë atje. Definitivisht Bruna Aldaviol, e cila në një farë mënyre po arrin ta neutralizoj rivalin e saj më të rrezikshme në këtë përballje. Duhet shumë shpejt ta përfundojnë këtë aksion lojtarët e Samandregjës, nëse mendojnë të ngushtojnë në përsim, pasi që më tashmë në limitet e kohës, veç me kohë
gjyqtarët Genc dhe Getuar Bujupi kanë ngritur dorën për lojë pasive. Dysha gjyqtarëve ndër më të mirët që i keme, pa që çfarë goli realizon, thash, nuk duhet lejuar shumë hapësirë për Amanda Jennifer Abreun, pasi që një shkëputje e saj mund të sjell probleme siç edhe ndodhi. 15-14, shikojeni, edhe një herë vështirë është për të ndalur një gjë e tillë. E në anën tjetër realizon në fakt mbron mirë Albina Plana tentimin që i erdhi nga Bruno Alda Viol, mundësi që tashmë Sama Drexha të barazojë rezultatin. Kjo mund të jetë një penalizim 2 minutësh, po. 2 minuta penalizim u pa i pari në ndeshje për Bruno Alda Viol. Një kishte edhe Olli Kaka, në anën tjetër edhe Aulona Maloku kishte një penalizim për 2 minutave. Po qartë ishte ndërhyrje pa lejueshme. Tashmë Sama Drexha në e përsi edhe numerike në parket në tentim për të barazuar rezultatin dhe po realizon pa problem atje brazilianja Vitoria Oliveira. Një gol e kishte shënuar edhe në pjesën e parë. Barazohet rezultati 15-15, tashmë Istogu në presion, pasi edhe numerikisht është me një lojtare më pak, luan pa portiere trajneri Faruk Shala në tentim për të kërkuar hapësirat e duhura. Nuk ka gol, tani mundësi për skuadrën e Sama Drexhës, por nuk e realizojnë si duhet këtë aksion dhe do të kemi 7 metrësh dhe penalizim 2 minuta. Po, u pa qartë, duhet të largohet për herë të dytë në këtë ndeshje. Aulona Maloku ishte larguar edhe në pjesën e parë me një 2 minutësh. Tashmë është 7 metrësh për skuadrën e Istogut. Nuk e kishte shfrytzuar një që e kishte në pjesën e parë. U pa qartë këtu, u dalë gjatë këtij depërtimi Elsa Shala. Mundësi dhe po, Olli Kaka realizon golin e saj të dytë në këtë pjesë lojë dhe të katërtin në tërësi. Tashmë të dy skuadra të penalizuara me nga 2 minuta përjashtim nga një handbolliste, por që koha është në disfavor të Sama Drexhës, pasi që do tjetë më shumë minuta pa një lojtare në parket. Nuk ka gol, por topi do t'i takoj Sama Drexhës, pati faul në lojtaren jashtëzakonisht të disponuar. Tina Hetemi kërkohet lojë më shpejt, tani më mbron atje tentimin e saj portierja, por jo edhe të dytin me radhë të cilin e realizon Vitoria Oliveira. Goli i saj dytë, barazohen shifrat 16-16, tani më tjetër mundësi për Sama Drexhën. Rasti mirë për skuadrën e Sama Drexhës që eventualisht shënoj, por nuk e bën gjatë këtij kundërsulmi. 40 sekonda do t'jenë të handikepuara me një lojtare më pak në parket. 16-16, apo do t'jetë 7 metrësh, kështu kanë referuar gjyqtarët, do t'jetë në vijen e gjuajtjeve të 7 metrëshit. Lojtarja që tani më shënon golin e tretë në këtë pjesë lojë dhe të katërtin në tërësi, brazilianja Vitoria Oliveira. E përsia e parë tani më skuadrës së Sama Drexhës në pjesën e dytë, 17-16, me një handbolliste më pak arriti të rikthej rezultatin në dobi të saj. Shtylla tani më e shpëton skuadrën e Sama Drexhës, por topi do t'i takoj Istogu, duhet të shfrytëzojë përsi numerike. Kjo është mundësia, por nuk ka gol të shënuar dhe nuk ka as ndërhyrje të palejueshme. Shkon në pakthim edhe ky aksion, tani më rasti mirë që Sama Drexha të shkojë në plus 2 gola e përsi.
Taksa për kraj edhe nga publiku tashmë për skuadrën e Samandregjës. Krejt sytë e skuadrës janë tek fizikusi dhe përvoja e madhe kësaj handballiste, por edhe kësaj tjetrës që tashmë është bërë enigmë. Goli i saj i 4 në këtë pjesë dhe i 5 në tërësi. Vitoria Oliveira de Paula. 2 gola e përsi për Samandregjën. Asnjëherë në ndeshje nuk ka qenë në një situatë të tillë. Dhe ja tani presioni tërësisht në anën e skuadrës së Istogut. Shikojeni çfarë gabime tani, shikojeni këtu gabime. Kjo nëse paku ndoshta është pritur nga skuadra e Istogut, normalisht do të mundohet ta shfrytëzojë në maksimum skuadra Samandregjës. Pse jo? Do të jetë një dhuratë e madhe nëse arrin në plus 3 gola. Nuk ka tentim, nuk ka gol në fakt pas këtij tentimi të Amanda Jennifer Abreut. Ndoshta ka qenë momenti ideal për të shkuar në plus 3 gola dhe për ta zhvendosur në nivel tjetër ndeshjen. Presioni do të ishte dukshëm më i madh te skuadra e Istogut. Por krejt kjo do të varet edhe nga ky aksion, nëse skuadra e Faruk Shales arrin të shënoj që sadopak për t'i balancuar forcat, por e pat se pati mundësi edhe më të mirë atje Benje Destin, por vendosi për goditje që nuk ishte bindëse për të mposhtur të disponuarën Albina Plana. Rast tjetër për Samandregjën të shkojnë në plus 3. 18-16 është rezultati momental. Aksioni është i skuadrës së Samandregjës. Nuk ka gol, u pa më herët është sinjalizuar ndalimi i këtij aksioni. Edhe një tentim tjetër tashmë nga skuadra Samandregjës. Duhet më shpejt të luajnë pasi është ngritur dora e gjyqtarëve për lojë pasive. Një shkëputje tjetër normalisht fantastike është Jennifer Amanda, goli i saj i 5 në këtë përballje, e tani më plus 3 gola. Tani më plus 3 gola dhe totalisht presioni në radhët e skuadrës së Istogut, kur kanë kaluar thuajse 11 minuta lojë nga pjesa 2, dukshëm më të mirë handballistët e Samandregjës në këtë fraksion. Do të kemi ndërhyrje të paligjshme, u pa qartë gjatë këtij ndërtimi. Olli Kaka u pengua. Gjashtë me 2 është seria e skuadrës së Samandregjës në këtë pjesë lojë. Pat Olli Kaka, sa mençur e vrejtje hapësirën dhe realizon. Mirë, po me njëherë në anën tjetër realizohet pas një kundërsulmi. Aulona Maloku rikthen e përsinë 3 golave. Shpejt e dënuan skuadrën e Istogut që s'ishte vendosur mirë në repartin defanziv. Nuk e di se çka bëri atje dhe çka deshi të bëjë në këtë depërtim vetanak Adelina Berisha. Ja fali këtë top Samandregjës që tani ka mundësi të shkojnë në plus 4 gola. Vazhdon aksioni i skuadrës së Samandregjës, normalisht
Duhet më shpejt tashmë të mbyllin llogarit, por gjithmonë është ajo aty. Gjithmonë është Amanda Jennifer ajo aty për të realizuar dhe tani më 21-17 plus 4 gola, time out. Trajneri Faruk Shala ndoshta është dashur edhe më herët ta bëjë një të tillë, por ka vendosur për këto momente, ka vretur që nuk i ka vajzat në disponim të mirë, po çalon në shumë aspekte, në aspektin defanziv, por edhe në atë ofanziv. Vetëm paramendojni 8 gola të realizuara kundrejt 3 të Istogut i ka shënuar skuadra Samandregjës që tashmë ka e përsi prej 4 golave. Normalisht ftyrat e lojtarëve të Istogut nuk janë të disponueshme, po vretin nga ky kënd dhe ka se çka t'ju flet trajneri Faruk Shala, e nga ana tjetër disponimi është dukshëm më mirë te Samandregja dhe te trajneri Besnik Maloku që në një farmyre ka gjetur si duket Chelsea-n e lojës, duke shënuar vazhdimisht me 2 lojtarë të disponuara, me brazilianën Vitória Oliveira që i ka shënuar 4 gola në pjesën e dytë dhe me lojtarën nga Kameruni Amanda Jennifer Abreu që i ka shënuar 3 sosh. Dhe me Aulona Maloku që ka realizuar një janë të vetme që kanë shënuar gola në këtë pjesë, ndërsa te Istogu vetëm Olli Kaka ka qenë në elementin e saj duke shënuar 3 gola, asnjë lojtare tjetër nuk ka arritur të realizojë. Të shohim se si do të vajnë këto minuta të fundit, në fakt të mbetura. Ka filluar të jetë shumë më nxehtë për skuadrën e Istogut dhe tani realizon atje pas këtij depërtimi. Realizon më në fund kapitenja Adelina Berisha, goli i saj i parë në përgjithësi në këtë ndeshje. Vazhdon aksioni Samandregjës, normalisht kombinimet të cilat duhet të bëhen sa më shpejt. Do t'jetë shumë vendimtar ky aksion nëse Samandregja arrit të realizojë. Dhe normalisht mund të jetë një mundësi tjetër për skuadrën e Istogut që eventualisht të shëroj, por e pat një tentim në fytyrë. Me gjas nuk ishte i qëllimshëm, pasi që po të jetë i qëllimshëm, penalizimi do t'jetë dhe po. Ashtu mendojnë gjyqtarët, penalizohet me 2 minuta për këtë veprim. Handballisja e Istogut, Farid Mubarak Vafki nga Egjipti. E tani më gjithçka po fol në dobi të skuadrës së Samandregjës. Një lojtare më shumë në boll, plus 3 gola dhe aksioni i saj. Do duhej këta kapitalizonte skuadra e trajnerit Besnik Maloku. Tani më një mbrojtje pak më sigurt dhe më e vëmendshme e skuadrës së Istogut, ndoshta rasti që të paraqitet pa portiere skuadra e Istogut që të përfitoj numerikisht. Nuk po kuptohet trajneri Faruk Shala me handballistët e saj dhe normalisht gabime në hapa tani më krejt. Kjo po i kushton skuadrës së Istogut, nuk ka një organizim shumë fleksibil. E pa se si Berisha i bëri hapat në tentim për të pritur bashkëlojtarët e saj që të hapeshin. Shikoni këtë kombinime dhe ky gol fantastik tani më nga kapitenja Tina Hetemi që vije në shprehje goli i saj i dytë. Një ka shënuar edhe nga 7 metrëshi në pjesën e parë, plus 4 gola. Olli Kaka. Se si të koordinohen lojtarët e Istogut me atë se çka po kërkon trajneri Faruk Shala
4 gola janë diferencë mjaft e madhe. Oli Kaka tani më realizon një shkëputje mjaft e mire lojtarës nga Kameruni. Kemi 9 metër Shtina Hetemi u pengua gjatë këtij depërtimi. Kërkohet të pastrohet dy shemeja për të mos ardhur të ndonjë lëndim, nga se din të jenë shumë serioze dhe të rrezikshme momentet kur nuk pastrohet si duhet fusha. 46 minuta lojë, 22 Samandregja, 19 Istogu. Tina Hetemi, tani mundësi tjetër, por mbrojtje mjaft e mirë në këto momente nga skuadra Istogut që është barazuar në fushë sa i përket lojtarëve, ka kaluar penalizimi dhe jam e njëherë po vrehet se sa bukur atje Jasmin Barbosa nga Brazili e ndërpreu këtë aksion. Tani rasti që ta shkri edhe më shumë e përsin skuadra e Istogut. 22-19 vazhdimisht po kërkohet Oli Kaka, por është lodhur normalisht, është normale. Krejt golat në pjesën e dytë i ka shënuar pikërisht ajo. Duhet të shpërndal lojën ndoshta edhe në aspekte tjera. Nuk ka hapësirë atje për Alon e Istogut, tani me fatin madh që e ruajnë topin, por e humb atje Berisha. 3 topa të humbura të saj nga Elsa Berisha që janë mjaft shumë. Dhe që të trija në momentet kur skuadra e Istogut ishte në mundësi ideale për të shkrije përsinë e Samandregjës. Një minutë pushim ka kërkuar trajneri i Samandregjës Tefik Maloku, normalisht po vëren që ka nevojë për t'i këshilluar lojtarët për pjesën e mbetur të lojës. Mund të jetë definitivisht shumë i kënaqur me performancën e lojtarëve të tij në këtë fraksion. Nuk du të harruar se ka shënuar 9 gola në proces kundrejt 5 që i ka shënuar Istogu, dhe kjo ka bërë dallimin tani më që të ketë 3 gola e përsi. Katër 13 ishte pjesa parë për Istogu, ndërsa tani më rezultati është 22-19 për Samandregjën, e cila ka dhe aksionin e radhës dhe e cila po shkon drejt kupës së parë të fituar në histori. Është edicioni 26 i kësaj gare që po zhvillohet në shekullin e ri. Dhe normalisht Samandregja asnjëherë nuk e ka rrëmbyer këtë trofe, edhe pse ka pasur periudat e saj të arta që i kishte në handball. Dikur edhe me emrin Vicianet, por edhe tashme me Samandregja. Kjo skuadër ka dhënë mjaft shumë për lojën e handballit në vendin tonë, së bashku edhe me skuadrën e Vushtrisë, që dikur ishte edhe Kosova Vushtrisë, kanë qenë jashtëzakonisht të suksesshme. Normalisht aty janë edhe Kastrioti, po nuk do të përjashtuar edhe Prishtinën dhe tashmë edhe Istogun, ekipe që e kanë bërë, nëse mund të themi, ligjin në shekullin e ri në konkurrencën e vajzave në handball. Një mbrojtje më e fortë tashmë po vret që kanë filluar të ndërmarrin masat lojtarët e Istogut, duke ditur se ku është rreziku, por duhet shikuar a do të jetë vonë kjo për to apo jo. E pa topin në fytyrë, por është 7 metër shumë e gjas për skuadrën e Samandregjës, pasi që është penguar atje me kuk lojtarja e Samandregjës gjatë këtij depërtimi. Ishte Arona Krasniqi ajo që u pengua, tashmë 7 metër shi 4 për skuadrën e Samandregjës. 3 të parat i kanë realizuar, normalisht e realizon edhe këtë top lojtarja e disponuar në këtë pjesë, Vitoria Oliver de Paula. 5 gola të saj
në këtë fraksion 6 në tërësi dhe definitivisht së bashku me Amanda Jennifer Abreun, nëse Sama Dregja eventualisht triumfon do t'jenë më meritorët. Definitivisht ka pasur një ecuri fantastike në momentet më të mira të skuadrës. Pa që ku dëshiroj ta pasoja top, ishte shumë mire mbuluar. Jasmin Barbosa nuk e di pse vendosi për atë top ashtu. Farida Mabruk Vakfi, por që tashmë mundësia tjetër që Sama Dregja të shkoj në plus 5 gola për herë të parë dhe të futej në 10 minutë e fundit me një kapital duk shumë të lartë që do t'i mundëson të ndoshta qetësi më të madhe në finish të këtij dueli. Tina Hetemi për Bron atje. Bron më në fund në një performancë çfarë kishte në pjesën e parë nga portierja e Tunisit Hojem Nasraoui. Kishte paraqitje të jashtëzakonshme në pjesën e parë, por në të dytën nuk kishte se ushqua shumë, po jo vetëm ajo. Edhe shumë lojtarë të tjera të Istogut nuk ishin në elementin më të mirë të duhur. Kemi hyrë në 10 minutat e fundit, plus 4 është e përsia Sama Dregjës. Istogu në tentim të golit të radhës, por që gaboj në pasim atje. Gabonolli Kaka nuk e gjen të lirë siç e kishte menduar Jasmin Barbosan. Edhe një aksion tjetër, edhe një gabim tjetër që mund t'i kushtoj shumë rënd skuadrës së Istogut, pasi tashmë janë këto momente vendimtare të lojës. Ja po shojmë edhe disa pamje nga publiku në palestrën Bill Clinton, ndërsa me gjaz do të ketë shumë publik nga ora 20:15 kur zhvillohet finale në konkurrencën e djemve ndërmjet Kastriotit dhe Besës. Edhe një gol tjetër tani nga Amanda Jennifer Abreu, i 4 i saj në këtë pjesë lojë, ndërsa i 7 në tërësi 1 minutë pushim ka kërkuar sërish trajneri Faruk Shala, plus 5 gola për herë të parë në ndeshje për skuadrën e Sama Dregjës. Dhe gjithçka është duke folur në dobi të saj. Gjasat janë që Sama Dregja shumë lehtë ta rrëmbej Kupën e Kosovës pas edhe të performancës që e ka treguar deri më tani. Duken më të freskëta në fraksionin e dytë. Në farë mënyrë skuadra e Istogut po has në shumë vështirësi, në topa të humbura, në aspektin fizik nuk janë shumë të freskëta lojtarët, pasi po e shohim që po bëjnë edhe gabime që ndoshta nuk do duhej t'i ndodhin në një ndeshje finale, por ja që kështu e ka sporti. Skuadra që gabon më pak, skuadra që është më koncentruar dhe ajo që e dëshiron më shumë fitoren edhe e rrëmben. Së paku kjo po dëshmohet, ndërsa trajneri Tefik Maloku e ka gjetur recetën duke aktivizuar në mas të madhe dyshën Vitoria Oliveira De Paula dhe Amanda Jennifer Abreu, që së bashku kanë realizuar 9 gola në këtë pjesë, pa llogaritur nga një gol të Tina Hetemi dhe Aulona Malokut. E tani me Plana mbron mirë dhe ja tentimi nga porta në port, Albina Plana realizon 26-19 tani në fakt 25-19 me falni, 6 gola e përsi coast to coast, pra nga porta në port Albina Plana realizon. E tani më vetëm detajet e ndajnë skuadrën e Sama Dregjës nga triumfi. Pak është e besueshme që me këtë ritëm të cilën e ka shfaqur skuadra e Istogut do të bëjnë ndonjë rikthim senzacional, par parasysh faktin që po kanë shumë vështirësi për të përfunduar aksionet e tyre.
pak se 8 minuta loj. Duhet loj dukshëm më shpejt nga skuadra e Stogut. Si që është kjo e Olli Kakas, 5 gola e vetmja që ka shfaqur potencialin e saj në pjesën e dytë. 25-20. Samadreza pra i ka fituar 2 përballet me Stogun në kuadër të kampionatit të rregullt. E ka mbyllur kampionatin në vendin e parë me të gjitha fitore, 16, asnjë parazim dhe asnjë disfat, ndërsa ka triumfuar edhe në gjysmë finale ndaj Ferizajt, që ndryshe ishte skuadër që vitin e kaluar e ka fituar para 2 viteve në fakt Kupën e Kosovës, dhe po vazhdon në këto finale të shfaq potencialin e saj. Dhe është shumë afër se sa i Stogu për ta rrëmbyer Kupën. 5 gola përsi kur kanë mbetur dikun më pak se 7 minuta loj. Aksioni i tyre tani me një tentim, nëse mund të themi, i panevojshëm nga Tina Hetemi në një aspekt kur mës paku pritet ndoshta një i tillë. Pasi që s'do gol tani më ka impaktin. 5 gola është diferencë mjaft e madhe, por kur nuk i dihet në lojën e handbollit rikthimet mund të jenë të shpejta. Tani më nuk e vërejtën që janë pa portiere. Ka shkelur vjen atje aksion që nuk konkretizohet nga skuadra Samadrezës. Është dashur ndoshta shumë më mirë ta menaxhojnë të aksion kur ishin edhe pa portiere. Po shohim çfarë lulte po zhvillohet atje në zonën e pivotit. Olli Kaka tani kjo ishte ndërhyrje pa ligjshme, pa atje nga Maloku, Aulona Maloku e pengoi lojtaren e vetëm të disponuar të Stogut në pjesën e dytë. Faul në sulm tani, kjo mos paku i duhej skuadrës së Stogut. Minutat e fundit, 5 gola e përsi për Samadrezën, aksioni i tyre. Ndoshta një nga momentet vendimtare në rast se Samadreza këtu shënon. Atëherë mund të themi se është çështje e mbyllur definitivisht fitore, por edhe kështu mund të themi që janë në prag të saj, por që krejt varet se çka do të bëj i Stogu në minutat e mbetura. Tani më mbrojtje mjaft e fortë që penalizon skuadrën e i Stogut. Më në fund realizon atje pas kësaj shkëputje Adelina Berisha, goli i saj dytë, 25-21. Do duhet të shkonin në sulm apo aksione më të zgjatura lojtarët e Samadrezës për të përfituar në kohë dhe për të realizuar ndoshta atë që po synojnë. Tani më trajneri Tefik Maloku kërkon time-outin e radhës. Normalisht do të mundohet të shfrytëzoj këtë periudhë për t'i dëshmuar apo për t'i treguar lojtarëve se çka duhet bëjnë në momentet vendimtare të këtij ballavaçimi. 4 gola plus janë në dobi të skuadrës Samadrezës, e cila është shumë afër për ta rrëmbyer Kupën e Kosovës, të parën në histori për skuadrën e themeluar në vitin 1974. Dhe do të ishte një satisfaksion pas edhe performancës fantastike që kanë
shfaqur në kuadër të kampionatit të rregullt kur kanë realizuar 16 fitore nga paqë ndeshje të zhvilluara, asnjë barazim dhe asnjë disfat. Ndoshta me këtë ritëm tashmë janë duke synuar edhe suksesin në këtë finale. Shumë çka do të varet pikërisht nga skuadra Samadregjës, të gjitha i ka në dobi të saj në këto 3 minuta e gjysmë, por që gjithçka tashmë do të varet pikërisht nga vetë skuadra e Samadregjës. Po i buzëqesh Kupa e Republikës, por këtë duhet ta mbyllin me siguri në këto minuta kur po shohim një mbrojtje diçka më të fortë të skuadrës së Istogut. Do të ketë lojë pasive tani, por çfarë aksioni mjaft mirë tani me kombinime fantastike të Fatja Himer dhe Tina Hetemit, e cila realizon golin e dytë në këtë pjesë dhe të tretin të saj. Tash më duket që është shumë e vështirë për Istogun, 5 gola dallimi kur kanë mbetur diçka më shumë se 2 minuta lojë. Olli Kaka tani, por e pace çka mbron Albina Plana dhe mundësia për një kundërshtim të shpejtë tani, dhe normalisht realizon pas një probleme Victoria Oliveira da Paula, goli i saj i 7 në këtë ndeshje, i 6 në pjesën e dytë, dhe tani 27-21. Vetëm është çështje e asaj se me çfarë rezultati do ta mbyll Samadregja fitoren, dhe kupa për herë të parë do të shkojë në sirtarët e skuadrës nga fshati Samadregj në komunën e Vushtrisë. Krejt kjo fal një loje fantastike në pjesën e dytë, në të cilën dominuan totalisht për ta rrëmbyer në këtë mënyrë dhe Kupën e Kosovës, trofeun e vetëm që i ka munguar kësaj skuadre. Pra Samadregja po dëshmon që si vjetë e ka seriozisht edhe në garë për titullin e kampionit dhe për ta rikthyer ndoshta fuqishëm epilogun e skuadrës dominuese që kishte edhe ndër vite. Shikojeni se çfarë gabime po bëjnë lojtarët e Istogut. Definitivisht nuk është pritur një gjë e tillë ndoshta, por ja që po ndodh. Shumë çka pritet të përcaktohet në kampionat sa i përket ambicjeve të këtyre skuadrave, nga si këtu veç ka marrë fund Samadregja do të jetë fituese e Kupës së Kosovës. Olli Kaka, goli i saj i 6 në këtë pjesë lojë dhe i 8 në këtë ndeshje. 5 gola e përsi. Tashmë festa është në anën apo në taborën e skuadrës së Samadregjës. Normalisht edhe njerë po përsëris krejt kjo fal lojës duk shumë të mirë në pjesën e dytë. 7 metër shi radhës dhe ja mundësia dhe 2 minut penalizim normalisht për lojtare me numër 17 Viol Alda Bruna. Mundësia që edhe lojtarja me numër 9 Arisa Basholli të realizoj vetëm për të arsye trajneri Tefik Maloku e inkuadroi në lojë, por e pace çka bëri Arisa Basholli nuk e konkretizoi penalti në handball që nive të 7 metershin. Edhe një mundësi për një kundërshtim, por jo, vetëm 10 sekonda, shumë pak kohë. Normalisht realizohet 27-23. Dhe fitoria është e skuadrës së Samadregjës. Ja gëzimi normalisht e merituan një gjë të tillë. Fal performancës së jashtëzakonshme në pjesën e dytë këtij dueli dhe punë javë e mirë e trajnerit Tefik Maloku dhe lojtarëve, të cilat e bën ëndrrën tashmë realitet.
Pasi që si që dim, po përsëris edhe njerë, Sama Drexha asnjëherë nuk e ka fituar kupën e Republikës, por ja që tashmë e fiton dhe normalisht gëzimi është i papërshkrueshëm për këtë sukses që normalisht do ta festojë shumë gjatë. E ka merituar Sama Drexha në bazë të lojës të cilën e shfaqën në pjesën e dytë dhe definitivisht falë dyshës fantastike Victoria Oliveira de Paula që ka shënuar 7 gola në tërësi, 6 në pjesën e dytë dhe Amanda Jennifer Abreu që ka shënuar 7 gola, prej tyre 4 në pjesën e dytë, arritën të bëjnë rikthim të jashtëzakonshëm dhe të triumfojnë në këtë finale të madhe dhe tashmë skuadra themeluar në vitin 1974 pas 2 titujve që i kishte fituar në të kaluarën me emrin Vicianët rëmben edhe kupën e Kosovës dhe definitivisht do ta kurorëzojnë me sukses këtë mbrëmje e tani më pas këtij suksesi do të synojnë që krejt fokusin ta kenë edhe në play-offin e kampionatit ku e kanë mbyllur pa asnjë disfat, i ka mbyllur pa asnjë disfat garat e rregullta me plot 16 fitore nga paqë ndeshjet të zhvilluara, pa disfat, pa barazim, pril në kampionatin e rregull dhe pas pak pra që nga java ardhshme do të fillojnë edhe duelet gjysmë finale të play-offit në kuadër të Superligës së Kosovës, e më pas gara do t'jetë pikërisht Sama Drexha do të luaj me Ferizajn, skuadër të cilën e ka eliminuar në gjysmë finale të kësaj gare, ndërsa Shqiponia me Istogun. Duhet thënë se Sama Drexha në raundin e dytë ka triumfuar ndaj Kekut me rezultat zyrtar 10-0, pasi që ajo ndeshje nuk është zhvilluar, ndërsa në qerek finale poshti Prishtinën me rezultat 35-31, në gjysmë finale Ferizajn 32-29 dhe tashmë në finale ka poshtur skuadrën e Istogut me rezultat 27-23. Istogu nga ana tjetër në kuadër të raundit e dytë e ka poshtur Dugagjinin 51-23. Në qerek finale skuadra e Istogut ishte më mirë se sa ajo e Ulpianës 25-50. Në gjysmë finale poshti Shqiponën 28-26 dhe tashmë në finalen e madhe poshtë nga Sama Drexha me rezultat 27-23. Ndryshe Istogu i ka besuar edhe 2 disfata në kuadër të kampionatit të rregullt nga skuadra Sama Drexhës me rezultat 30-20 dhe 29-25 për të dëshmuar që ky vit nuk ka qenë më i miri për skuadrën e trajnerit Faruk Shala që kupën në një farënyre e dorëzon tek Sama Drexha, pasi Istogu vjetë kishte fituar këtë trofe dhe tani më edhe titullin e kampionit vetë të shihet se a do të arrit ta mbaj apo do t'i duhej ta dorëzoj edhe atë trofe për të dëshmuar që skuadra ka pasur telashet e saj për shkak edhe të çështjeve që lidhen krye këput me aspektin infrastrukturor. Dihet se skuadra e Istogut nuk i zhvillon ndeshjet më në palestrën e saj, të gjitha i zhvillon thuajse në Pej apo edhe në palestra tjera, por edhe Sama Drexha të gjitha ndeshjet i zhvillon në qytetin e Mushtrisë, pra nga fshati Sama Drexha në Mushtri, dhe kështu këtë mënyrë arrin që të zhvillojnë aktivitetin e tyre. Sa për t'ju konfirmuar që nga viti 2000, pra do t'ju që nga viti 99-2000 do t'ju numërojnë të gjitha skuadrat fituese të Kupës së Republikës së Kosovës. E fillojmë Trepça nga Mitrovica ishte në vitin 99-2000, në vitin 2000-2001 Vjosa nga Shtima, më pas 2001-2002 Kastrioti, 2002-2003 Kosova Vushtrisë, 2003-2004 Prishtina, 2004-2005 Kosova Vushtrisë, 2005-2006 Kastrioti, 2006-2007 Kosova Vushtrisë, 2007-2008 Prishtina, 2008-2009 Pashtu Prishtina, 2009-2010 Kastrioti, 2010-2011 Prishtina, 2011-2012 Pashtu Prishtina,
2012-2013 Kastrioti, 2013-2014 Kastrioti, 2014-2015 Kastrioti, pra 3 herë radhazi, më pas 2015-2016 Prishtina, 2016-2017 Prishtina, e më pas vije koha e Istogu, 2017-18 Istogu, 2018-19 pashtu Istogu, 2019-20 Vushtria, 2020-21 Istogu, 2021-22 Istogu, 2022-23 Istogu, 2023-24 Ferizaj, 2024-25 Istogu dhe tashmë 2025-26 është skuadra e Samandrezës ajo që e fiton Kupën e Republikës së Kosovës për të koleksionuar trofeun e vetëm që i ka munguar në vitrinat e saj. Pra kështu Istogu në një farë mënyrë betët në kuotën e 6 kupave të fituara të Republikës së Kosovës dhe 5 titujve të kampionit të Kosovës. Normalisht për të 6-in do të luftoj në kuadër të play-offit që do të filloj prej javës së ardhshme. Istogu do të luaj me Shqiponjën, me rivalin që e poshti në gjysmëfinalet të kupës, por në play-off seria luhet me 2 fitore të mundshme nga ndeshjet që janë në plan program. E nga ana tjetër Samandreza do të ketë për rivale skuadrën e Ferizajit dhe tashme po bëhet gati ceremonia e shpalljes apo dhënjes medaleve dhe trofeut. Normalisht do të ketë një bind të ndërtuar që po shihni se është duke u vendosur dhe më pas zyrtarët e Federatës së Bollit të Kosovës do t'i dajnë medale dhe trofeun. Ndërkohë po i shohim disa nga detajet kryesore të kësaj përpallje në të cilën definitivisht skuadra Samandrezës tregoi dukshëm më shumë sidomos në fraksionin e dytë me 7 gola të realizuara. Amanda Jennifer Toledo ishte më efikasja të Istogu, nga ana tjetër 7 i kishte edhe Victoria Oliveira de Paula që janë ndër handballistët më të disponuara. Arola Krasniqi kishte 3, 2 Erza Tafilaj, 3 kishte edhe Tina Maloku e kështu me radhë, ndërsa tek skuadra e Istogut lojtarja definitivisht që ka mbajtur primatin ishte ajo nga Kameruni, Oli Kaka Balotinjel me gjithsej 7 gola të realizuara, madje në pjesën e dytë ishte vetmja që i ka shënuar 5 gola, sa i ka shënuar krejt skuadra në këtë pjesloj. E tani më koha për ceremoninë e ndaljes së medaljeve. Normalisht derisa po e shohim këto pamje të sekuencave kryesore të ndeshjes, tashmë koha për ndarjen e medaljeve. Fillimisht gjyqtarët Genc dhe Getuar Bujupi, dyshja e jonë që janë momentalisht së bashku edhe me dyshën e gjyqtarëve nga Mitrovica që janë Vitaku, definitivisht janë me thirrje ndërkombëtare dhe referojnë edhe në kampionate të ndryshme evropiane dhe botërore, madje do të jenë edhe po ashtu të programuar për të referuar edhe në kampionatin botëror të vajzave që do të filloj gjatë këtij viti në Rumani. E tani më pas gjyqtarëve dhe është tashmë koha për skuadrën e Istogut për t'i nderuar dhe për t'i pranuar medalet e argjenta, pra Fatmire Ferrati që është një emër e njohur në handballin e Kosovës, do t'jetë ajo që do t'i daj medalet e argjenta për skuadrën e Istogut. Normalisht skuadrë e cila pati paraqitje mjaft të mirë në finale, sidomos në pjesën e parë, por në të dytën
ishte ekipi nga Samandregja që pati performancë dukshëm më të mirë për të rrëmbyer Kupën e Republikës së Kosovës në këtë ngjarje që normalisht keni mundësi ta ndjesi drejt për drejt në radio televizionin e Kosovës. Kemi filluar me transmetim nga ora 17:15 minuta. Dhe po besoj që ju kemi sjell gjithë atë çka ndodhi në këtë finale. Mos harroni nga ora 20:15 do të jetë koha për finale në konkurrencën e djemve ndërmjet Ferizajt dhe skuadrës Besa Famgas nga Peja, që do të jetë një përballje tjetër ikonike ndërmjet dy ekipeve me traditë në vendin tonë. Tashmë koha për skuadrën e Istokut që po i pranojnë medaljet e argjenta. Normalisht është sukses edhe një pjesëmarrje në finale, nëse mund të themi, kur e marrim parasysh faktin se me çfarë është ballavaçuar skuadra në fillim të këtij kampionati, sa i përket çështjeve organizative. Do të jetë mundësi kjo e mirë për një foto të përbashkët. Një foto që do të shërbej për arkivat të klubit, dhe pse jo edhe të Federatës së Handbollit të Kosovës, dhe përshëndetën me duar trokitje frenetike atje lejtarët e skuadrës e Istokut, dhe tani më hapësira apo bina do të jetë rezervuar për skuadrën fituese, që në këtë rast është Samandregja. Medaljet e arta do të jenë për skuadrën e Samandregjës, që definitivisht e ka merituar në bazë të paraqitjes të cilën e zhvilluan sidomos në pjesën e dytë. Dhe normalisht gëzimi është te skuadra e Samandregjës. Tashmë koha për skuadrën e Samandregjës, normalisht bina e rezervuar për ekipin nga fshati Samandregj, që është në komunën e Pushtrisë. Kapitenja Tina Hemtemi e para që e pranon medalje, normalisht edhe do ta ketë nderin ta pranojë edhe Kupën e Republikës së Kosovës, të cilën me gjaz do t'ja ndajë edhe i pari i Federatës së Handbollit të Kosovës, Edi Kolgeci. Ka filluar veç festa, normalisht edhe duhet të jetë e tillë, pasi që kanë derdhur njerëz dhe kanë shfaqur potencialin e tyre në këtë finale, e cila definitivisht i takoj skuadrës së Samandregjës. Derisa po deron me medalje të gjitha ata, edhe përfshirë shtapin teknik dhe njerëzit e afërt me klubin. Normalisht se tashmë po mendohet edhe për aspektet e fundit organizative, të cilat do t'i takojnë skuadrës së Samandregjës. Po shohim edhe këtë pano e cila dëshmon se Samandregja është fituese Kupës së Republikës së Kosovës për herë të parë në histori. Skuadra nga fshati Samandregj e gëzon të sukses, dhe tani ky është trofeu të cilën do ta pranojnë dhe do ta kenë mundësinë ta vendosin më pas në sirtarët e klubit të tyre. Sekretari i Federatës së Handbollit të Kosovës, zotëri Muhamet Arifi, do të ndajë fillimisht edhe MVP-n e finales. Normalisht është e padiskutueshme, ishte lojtarja më mirë
lojtarja që Toledo Abreu, Jennifer Amanda nga Kameruni. 7 golat e realizuara, por edhe loja, impakti i saj ishte ajo që e bëri të vetën dhe definitivisht një trofe personal shumë i merituar dhe tashmë koha për Kupën e Republikës së Kosovës. Kryetari Edin Golgeci do t'ja dhuroj kapitenës së skuadrës Tina Hetemi, ndryshe dhe reprezentuese e Kosovës, dhe kështu që Samandreza tashmë e fiton Kupën e Kosovës dhe në këtë mënyrë e rrëben për herë të parë në histori trofeun që asnjëherë nuk e ka fituar. Koha për festën e madhe, definitivisht një sukses i jashtëzakonshëm dhe një mundësi që skuadra nga fshati Samandrezë ta përjetoj këtë gëzim që nuk e kishte përjetuar asnjëherë më parë dhe asnjëherë nuk e ka fituar Kupën, por ja që hera parë ndodh për ekipin në finalen e jashtëzakonshme, të cilën tashmë po e festojnë dhe po e shijojnë me këtë trofe që definitivisht dëshmon qartë për punën e mirë që e kanë bërë në këtë edicion, pas janë edhe në pozitën e parë në kampionatin e rregullt të Kosovës. Dhe definitivisht ky sukses po besoj që do t'i motivoj për të pasur e teori edhe më të mirë, ndoshta në kuadër të garave shtesë të play-offit, dhe në këtë mënyrë do të përgatitet për të përmbyllur një vit ndoshta për pamendje për skuadrën që do të synojë titullin e dyfisht, pra suksesin në Kupën e Kosovës, por edhe në kuadër të kampionatit. Një sukses do të ishte jashtëzakonshëm që do të rrëmbente shumë emocione për skuadrën nga Samandreza, pra siç e thashë më herët, një ekip që është themeluar në vitin 1974, por që nga themelimi deri më tani ka dhënë mjaft shumë për handballin e Kosovës, duke dhënë emra të ndryshme. Shumë prej tyre kanë qenë në të kaluarën edhe reprezentuese të vendit tonë dhe kështu në këtë mënyrë i kanë kontribuar masovizimit dhe gjithçka tjetër sa i përket ecurisë së handballit të Kosovës. Shikues të nderuar, ju falenderoj